Si mendoni për fitoren shumë të thellë të Edi Ramës, 83 deputet. Opozita po bështet me gjithë fuqinë që ka vjedhur zgjedhje. Ti që mendon tani për këtë punë? Se po arrim të 3 pyetjet e fundit që janë... Unë mendoj që... A i voti zgjedhjet ku njeriu zotëri. Shiko, unë mendoj që më të lumturit ishin ata të Athinës. Si të Athinës? E votuan 90% në Fier për shumë. Më të lumtur ishin Athiniot, shqiptarët Athiniot. Dalin qik. Dhe po i thosha vetes, kur shikoja numërimin e kutive të diasporës për Fierin, që arriti 91% në një moment, dëgjo. Po ky Enver Hoxha që kemi lexuar ne nga librat se ju e keni jetuar, çaj duhet luftë e klasave. Ai këtë mbante shermes të gjithëm, shqipal. 91% po aq arrin edhe ai. Dhe më fal, dhe ati duhet jetonte këtu, nuk doli nga 27 vjetja shtetit. Ky me avion personal. Fërc. Si thua që ai e përdor këtë? Jo, ajo që po them është që, do me thënë, aq mirë ishin shqiptarët e Athinës, sipas rezultatit, sa Partia Socialiste në Fier mori 91%, ndërkohë në Vlorë arriti deri në 86%. Fuqishëm. Bravo. Do me thënë ti thua që shkonte ideja që ky i ka vjedhur. Shkojte ideja që votet diasporës, fatkeqësisht, është marrë. Fatkeqësisht e nxin ashtu siç nuk duhet ta nxinin. Fatkeqësisht. Ja, ajo sipas vendeve, në mënyra që është zgjedhur. Për shembull në Britani nuk është vjedhur kjo vot. Varet nga përdorimi i sistemi. Ç'është DLE-ja britanike, ç'është DLE-ja në Greqi. DLE-ja në Greqi si DLE-ja jonë. Dëgjoj tani. Mund të dalë njeri aty, e vjedh postën e DLS-së komplet edhe e merre ndan këtu. E kupton? Nuk ishte një mënyrë tjetër për këtë lloj votimi. Një mënyrë pa letra, pa DL. Kjo që është bërë, është më mira. Po të mos deformoj me ligësi, është standardi më i mirë. Po bota e madhe si i bën? Ja kështu. Me këtë mënyrë? Po. Jo me kështu sistem... Këta të ambasadës amerikane kur votojnë për në Amerikë si votojnë? Po në ambasadë, ose qytetarët shtetasit me post, ose të Zvicrës, ose... Këto janë standardet botë. Tani, për Sali Berishën shmendon dhe tani, a i nuk i gënë aty e ke, dhe eri bon, po të mendoj fare. Do t'jetë gjithmonë, e i do jetë gjithmonë si që i forte, gjithë që ka qenë, partinë e ka aty të vetëm. Kam aq shumë ëndra dhe aq shumë punë për të bërë, sa nuk kam kohë të mendoj për këto. Sa i thot kam fituar? Si mendon dhe ka fituar e je, po ja? Varet, subjektive është jeta. Ca e shojnë në një mënyrë, ca në tjetër, varet. Do me thënë, dhe një njeri që më shemua nga jashtë thot... Po mos do shta ka që i duaj. Po mirë thot, morët ka që shumë vota u bët deputet, i duket gjeja zakonshme. Unë mendoj që është pak se Shqipëria ka nevoj për më shumë. A këtë që po më thonë, ati duke sikur je pak më afër me Saliun se sa me Ramën. Se kështu? Nga përgjigja që dhe mo, po ndoshta kështu. Ajo që po të them është që s'kam kohë të mendoj për këta fare. Fare hiç. Si s'ke kohë? S'kam kohë, nuk... Por e këta më marrin pushtetin e gjithi, po nuk pe. Leta marrin... Po nuk kundrove këta, po nuk studiove këta, ti pastaj ata ta anë prap. Kam thënë dhe njerë tjetër, nëse mendoni që këta i ndron ti, unë apo ndonjë tjetër, e keni shumë gabim. Po kush i ndron? I ndron populli këtu. Vetëm populli, po arriti të... Ne kemi ndorë të bëjmë këtë që bëjmë. A e bëjmë mira keq, na vlerësojnë njerëzit. Të marrësh rreth 80.000 vune dhe njerëzish në një republikë si kjo, ku edhe ndërkombëtarët nuk u angazhuan sa duhej, unë mendoj që kemi bërë më të mirën që mundeshim. A është më e mira për Shqipërinë? Jo. Do me thënë, po të erdhi ndonjë këtu të thotë që ai do i mund këta... Thua. Po. Këta i mund vetëm, ore zoti Rakipi, po ç'a mund t'i bëjë një njeriu që shet votën? Mos seriozisht e ke ti tani? Më shikoj. Popull jo. Po ç'a t'i bëjë unë atij që shet votën? Po jo kam mirë 100 vjet. Po ç'a t'i bëjë? Po më falë, morë të 1 sekundë. Jo 100 vjet. 1 sekundë, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Kjo nuk është e vërtet kjo tani. Pse s'është? Vetë edhe merr buxhetin e shtetit dhe 2 ditë para zgjedhjeve fal 150 milion dollar, u thot do të fal 150 milion euro gjobat. Po ai në zgjedhje tjera mund vite të thotë çdo pensionisti do t'i japim 1.000 euro, 800.000 herë 1.000, 800 milion. Sa i bie? Apo më ndjek mua ti tani? Po pyet sa erdhën të tjerët se jemi te pyetja e fundit bashkë. Dhe nuk ri veten mund këtu të flas me vete. Me ty sa duash. Dakor, më po. Çfarë të ta bëjmë me shenjat ata? Tani çfarë? Ma bën me shenjë po. Or zotri. Vjen ai. Bën gati. Vjen ai herës tjetër
Dhe thot, do t'u japim pensionistëve nga 1.000 euro, do t'u japim personave me aftësi të kufizuar nga 1.000 euro, do t'u japim atyre që rrin kot nga 1.000 euro. Po, se buxheti shtetit, morë zotri, buxheti shtetit është 8 miliard. Do vej 10. Në 4 vjet janë 40 miliard. Ose 30. O, zotri, na me jep 2 miliarda. Me jep t'i jap. Jo, s'është. Tani në Shtetet e Bashkuara, ja më një minutë gjë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara një lloj ka qenë gjithmonë mo. Po e thoshin me kujdes çdo gjë. Ky tani e ke parë këtë çka tani? Ky thotë, Australinë ka mund thot. Kanadan, më fal. A do rrinte ky katur? Jo. Jo, po i madhi që ka ardhur në botë, ai i merr të gjitha. Edhe këtu, se ka hyrë edhe këtu. Zendri ka ardhur këtu më. Ky tjetri i jep lekët Lacivitës. Ai nuk kam takat të merrem me politikë. Ti more ndonjë këshilltar amerikan në një gjë? Jo, po ku ne seriozisht e ke ti? Po pse jo? Ne nuk paguanim dot ushqimin e aktivistëve gjatë vëzhgimit të numëruzëve tani. Nuk do të bëj fakirim, po gjithçka kishim edhe arritëm të mobilizonim, bëm aktivitetet, sepse aktivitetet u munduam të silnim në një standard shumë dinjitos. Por vetë kemi sakrifikuar në çdo detaj. Po po nuk pagove Amerikan, të kesh të pak të një Amerikan lapaj, këtu do vi gjithmonë dhe unë, pas do zhjith dhe thuash se Amerikanët duen tani. Ku t'i gjej unë? I ke parë këta, Ramën dhe Saliu. Ku t'i gjej unë këto? Se di, gjej në i lek, në i para, merë Amerikanë. Jo, nuk kam mundsi. Pyetje fundit tani. Faleminderit shumë për Tani, do të përpikem, bëjmë dhe në isha ka, si temperaturat vajtën temperaturat 20 gradër. Jo, po dhe kështu si të shkoj. Qartë. Tani, Shqipëria bëhet, po atje, ke akoma ideni që bëhet. Kur do të bëhet, po atje? Kur bëhet, kjo Shqipëri tani se... Që të themun shketi, gjere të habitshme. Po Shqipëria, po të kish votuar kësaj here për çarjen e sistemit, duke u shkëputur nga pengmarrësit, do të kish nisë të bëj me njëherë. Absolutisht, sepse do të qenë... Ore, që të bëj, mo zotëria, i mori 83, këto të bëhet Shqipëria. Ore, mori 83. Dhe më mirë se unë thotë s'poj bë njeri. Avropin po e sjell këtu. Erdhen ata e dëgjove ti që thosh. Makroni tha, unë do jem avokat, që Shqipëria të përshkoj në Bashkimin Evropian. Të tjerë po bërtasin fort. Shqipëria të shkoj atje. Pse çe quani ju? Në momentin që bëhemi pjesë e BE-s, ju e quani që do ndodh ndonjë gjë jashtëzakonshme? Jo, për mua s'do ta zgjej. Jo, ta them unë ç'do ndodh. Ore, po... Nëse sot lëvizi lirë me pasaport shqiptare në Europë, po. Po nuk hap dot biznes, nuk vendosesh dot si rezident. Tani ti vendos dhe biznes atje dhe ikën fare nga këtu. Në momentin që ajo bëhet, ti ikën atje, rrinja 2 javë të pëlqen dhe thua, po rri këtu se po hapi... Lapaj tani thua një kohë kur mund bëhet Shqipëria. Si kohë. Ajo që kam unë në dorë është që edhe ditën e ditëlindjes ku duhet festoja, të punoj, që të kontriboj, sa do pak të bëhet. Erdha këtu te ty, 2 njerëz që na dëgjojnë, mund të... Jo me ja të dëgjojnë shumë. Shikojnë e se YouTube dhe gjithë. Po nga këta që do na shohin, 2 ndoshta ndrojnë mendje.